Thonë në gjohë Ramazan. Në Ramazan shumë se njërë në zonë. Për faktin se nuk ka shumë shejtan. E këtë pasë kënaqësi është Ramazani, sa që thonë veti, ti shte ka Ramazani gjithë jetën. Që kjo në krasim, në kënaqësinë xhenet, kur gjo më krasohet. Se këtu vetëm që një muaj kam qenë Zoti ato, shpirti do me fleturu, do me përktujt edhe ndjek kënaqësinë. Që quhet në gjuhën arabishe, i thotë el-ums, se prit tash njeriu ka toksina në jetë. Jo toksina të smundit trupit. Nëjna toksina, e dini se edhe njerëzit janë toksina. Ki nevojë më largu për njerëzve. E ti du të deduksu. Deduksimi bëhet në mënyrë më mirë se agjerimi që dedukson trupin, s'ka. Agjerimi është seri më i mirë. Ka nevojë me bë paçi me veten tënd, se jeta ka shumë. Ka nevojë më shkëput i çiksoj. Ma toksinë se kjo s'ka. Shkëputësh ti. Ki nevojë tash më komuniku me Allahun. Po me lezetshëm komunikimi me Allahun. Derisa vjen në drejtë që quhet arabisht uns. Unë si quhet ajo komunikimi i grotë. Fillon me një kënaqësi me Allahun. Se njeriu duke bërë gjuna, sikurse i bëhet mes tij dhe Zotit një barikadë. Edhe si ka shansa me ti, vjen Ramazani, ja thën këtë barikadën. Se ti ka njëri kupton se du të mulim me Zotin, po gjohë, si mulim me sa pendona kthena çan gjuna, sa pendona sikurse krijohet mes ty dhe një farë vakumi mes ty Zotin. Ramazani vjen ta heqë barikadën. Edhe të liron. Edhe ki posa ma i lidhje, qësh nuk ndryshon një Ramazan? E kanë pyte në Mullaj Kupin, ka thonë, si ka shansa Ramazani me të vërtet ndryshon edhe njëri ka potencial, energji, ka oreks, më shumë me bë punë të mira se jashtë Ramazanit. Po ta nuk ka argument më i fortë se njeriu në Ramazan i fal 33 recata taravi, jashtë Ramazanit as 2 recata nafilës unë i fal. A çashtu? Altin mu ta mutu mas Ramazan, kur si fal 2 recata mas yacilës. Se një nëzet, tash me gjithë se i fal. Terreni është pastruar. S'ka gjin. Gjeneti zbukurohet, bile ka arë adit, gjeneti zbukurohet, sikurse nusja, na për në vëndri që zbukurohet borë dhërit. Këtë jenë këto ato komponente, elemente që njeriu ka shansa më të improvizu. Nëse Ramazan nuk ndryshon, nuk bërë reformë, revolucion, mas Ramazanit, shlon ato budalt, e dini jo. Shlon ato shejtan, mas sa ata du të ranu tash, si e të lidh. Pas unë shlon, mundësia më e madhe është.